Jo, para se me kalu të datat, to janë çështje shumë serioze, po flasim për krijimin e institucioneve të vendit. Ne po e vrejmë që Kosova po ballafaqohet me një vakum institucional që disa muaj, dhe ky vakum institucional, kjo mungesë e stabilitetit politik është të damtu vendin në gjitha fushat, prandaj tu e ditë seriozitetin e situatës, mendoj që secili prej neve do të sillet në mënyrë të përgjithshme e serioze. Tu fillu prej ftesës, ftesa do të dërgohet në mënyrën që e kërkon Randi që me u dërgue nga kryetari i partisë me numrin më të madh të ushtrit të siguruar në kuvendin e Kosovës dhe të mohet në objektet e kuvendit të Republikës Kosovës. Datat e propozuara ka qenë sot, ora 17, dhe janë datat nesër në ora 8, në ora 9 ose ora 18. Sigurisht se unë do të sillna në mënyrë të përgjithshme, në mënyrë institucionale, nuk jam kundër që të ketë takime, mirë po para se me fol për pozitat e kumë thonë dhe e ri përsëris, është tepër e rëndësishme prioritetet. Vizioni për ardhmen, programi, adresimi i sfidave të cilat i ka Kosova. Nëse nuk ka dakordim për këto, nuk është qëllimi i Partisë Demokratike të Kosovës të ketë një numër të caktuar të ministrive, ta ketë një kryetar të kuvendit apo presidentin apo çka të shoh. Cila do të jetë çështja e PDK-s konstruktive, parimore në interes vendobi të Kosovës. A keni zgjedhur një datë kur me qenë se ju pasmendon disa opsione? Kur do të takohet Partia Demokratike? Ja ktheva shkresën që Partia Demokratike e Kosovës është e gatshme me u taku nesër në ora 9 në ambientit e kuvendit të Republikës Kosovës. Faleminderit.